konfirmon se është kuormi i nevojshëm për hapjen e mbledhjes, kështu që mbledhjen e deklaroj të hapur. Do të punojmë si qenë edhe ndjeni me këtë rendite, miratimi proces verbalit të mbledhjes kaluar të Këshillit Bashkiak, miratimi rendit ditës për mbledhjen e sotme dhe paraqitja nga këshilltarët, si çështje e tretë, çështjeve dhe problematikave të komunitetit. Atëherë me proces verbalin e mbledhjes kaluar, kush është dakord ta miratojmë? Faleminderit, kundër, abstenim. Atë kanë 150 gradun, më funksionon 150 grada akoma. Mirë, faleminderit. Atëre, rendi i ditës, 1. Projekt vendim për dhënien e ndihmës financiare për fëmijët me arsim bazë që vinë nga familje me nevoja. 2. Projekt vendim për miratimin e një mase mbështetëse financiare për qytetarë që trajtohen me dializë. 3. Projekt vendim për miratimin e fondit të emergjencave civile të fatkeqësisë natyrore për familjen e zonjës Dituri Saraseli të shkaktuara nga rënja e rreshjeve gjatë muajve të fundit. 4. Informacion nga operatori i sistemit shpërndarjes, këtu do t'ju bëj me dije se operatori i sistemit shpërndarjes na njofton që për arsye kohore do të jenë prezent në muajin tjetër. Dhe me thënë drejtën, të paktën ne si kryesi ram dakord në këtë mënyrë, sepse ne kërkojmë që të vinë titullarët dhe të mos vi do kushdo me një përgjegjësi jo të nivelit lartë. Besoj do bini dakord, gjithsesi do edhim votim. 5. Jo të mos merret sot, por të vi në muajin tjetër. Për vetë faktin që thashun që të vi titullar këtu në dhënien e këtij informacioni. 5. Projekt vendim për një ndryshim në VKB 61 data 12/12/25 për kategorizimin e nivelit pagave. 6. Projekt vendim ndryshim plani në buxhet. 7. Projekt vendim dhënie ndihme financiare. Atëre materialet, me thënë drejtën, juve i keni pasur, të dërguara në kohën e duhur. Kush është dakord që ne të operojmë me këtë rendite, me këto 7 pika? Faleminderit. Dhe sigurisht që e fundit është paraqitja nga këshilltarët e çështjeve të komunitetit. Atëre, fillojmë. Projekt vendim për dhënien e ndihmës financiare për fëmijët në arsim bazë që vijnë nga familje në nevojë. Landa. Landa, fara shkurtimisht tani. Shkurtimisht bëhet pagesa e muajit mars-prill. Janar shkurtin e kemi kaluar, në total janë 30 fëmijë. Bashkangjitur projekt vendimit dhe vendimit kanë vënë dhe kriteret, që janë të cilat janë miratuar që në janar të çdo fillim viti. Kriteret ku janë përzgjedhur dhe ku janë bazuar këta lloj fëmijësh me këto probleme. 30 fëmijë për pagesën mars-prill. Mirë, faleminderit. Ka ndonjë paqartësi ose ndonjëri nga këshilltarët kërkon ndonjë sqarim më shumë? Jo. Mirë, atëre, kush është dakord që të miratohet ky projekt vendim? Faleminderit. Kundër? Në bashkëpunim, në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, drejtorët e shkollave dhe të shkollës
të gjimnazit dhe 9 vjeçares, ne kemi mbledhur përveç çfarë kemi ne në listën tonë të ndihmës ekonomike, janë përfshirë në bashkëpunim dhe familje në nevojë. Gjithmonë në bashkëpunim me shkollën, sepse shkolla, domethënë, ka edhe emra dhe i di pak a shumë statusin ekonomik të çdo familje. Ju sugjeroj që edhe nëse juve keni dhe njihni ndonjë familje tjetër me fëmijë me arsimin bazë nga klasa e parë deri në gjimnaz viti i tretë, nga 7 vjeç deri në 18 vjeç që të përfshihen te kjo ndihmë. Po, ja kam bashkalidhur projekt vendimit dhe vendimit, janë në total 30 fëmijë. Okej, atëre gjithë se cili mund ta marrë atë listën nga materialet që kanë dhe kontributi juaj kuptohet që si vlefshëm. Mirë, faleminderit. Landa, të kalojmë edhe te pika tjetër, atëre projekt vendim për miratimin e një mase mbështetëse financiare për qytetarë që trajtohen me dializë, rasti konkret atëre? Kemi 23 familje, pacient më mirë të them, që trajtohen me dializë. Lista është marrë në bashkëpunim me qendrat shëndetësore dhe Spitalin e Beratit, ku ata trajtohen me dializë. Pagesa është për muajt janar, shkurt, mars, prill, 4 mujore, është 30.000 lekë në muaj, nga fondet e bashkisë. 3.000 lekë të reja, 30.000 lekë. Okej. 3.000 lekë. Po, 3.000 lekë të reja, po. I thash direkte 30.000 lekë të vjetra se mendova, po. Okej, në rregull. 23 persona. Të marrë. Po, nën kryetar? Ajo që të thosha më lidhur me këtë pikë është që në fakt Bashkia e Kuçove është bashkiet e parë në ndjenin time, edhe sa im interesor unë që parashikon një mbështetje të posaçme me fondet e veta për këtë shtresë në nevojë. Në fakt, personat që vuajnë në kjo sëmundje dhe trajtohen me dializë marrin një lloj kombesimi financiar për transportin, në fakt nga shteti, nga Ministria Përkatëse, por realisht ai është shumë minimalist dhe nuk plotëson kurse si nevojat e tyre që ata do të shkojnë të paktën 3 herë në javë në spitale rajonale dhe në këto kushte u gjykua edhe nga kryetari, po nga shërbimi social përkatës, si ne të parashikojmë një fond të posaçëm. Pra është një iniciativë që edhe në kuadër fondit social për zgjerimin e mbështetjeve për kategoritë caktuara. Në dinin time dhe aq sa kam parë unë, më thënë drejtën, nuk e se kam parë një bashki tjetër, ndoshta edhe një bashki e parë që bashkon një mbështetje të posaçme. Sado e vogël, po gjithsesi është ndihmë për mbululimin e kostës së transportit të tyre, se thash të paktën të shkojnë 3 herë në javë drejt Spitalit Rajonal Berat, disa prej tyre janë në qyteti, por disa janë edhe në zona më të largëta dhe kështu u gjykuar. Kemi dhe nga njësitë Njësitë administrative që dhe kostë të transportit tyre normalisht janë shumë më mëdhaja dhe ata nuk për shkak të sëmundjeve tyre nuk mund të lëvizin ai lirshëm me transport publik siç janë besoj ndoshta njerëzit e tjerë që janë më të shëndetshëm. Kjo është një fillim i mbar, një praktikë kështu që ndoshta edhe në vite të tjera kjo masa mund të rritej, por Sigurisht që u fillua kjo skemë është një fillim i mbar edhe po do ta propozoj që jo gjithmonë duhet të mësojmë të kritikojmë bashkinë. Gjëra që bëhet mirë, kjo është një shumë e humanizëm. Edhe në fundit jashtë dhe nga detyrat mase juridike jo të bashkisë, po bashkia ka autonominë dhe ndërmerr dhe nisma me iniciativën e saj për të ardhur në ndihmë sa më shumë. Dhe kjo është një nismë për të përgjigjur. Faleminderit Ranis. Po, Alit. jo. Këto janë politikat e spitalit. Po. Ato në fakt është politikë kombëtare, është në ndjenin time është një koncesion Ministrisë Përkatëse dhe një komision operatori privat që ofrojnë në qendra rajonale, nuk është aq kollaj që të ofrosh atë. Politika të ministrisë. Kam përshtypjen se ne nuk kemi specialistë fushë, është shumë goxha më e komplikuar ajo punë dhe nuk mund të bëhet kaq thjesht. Po. Jo, është Janë aparatura të cilat janë pajisje, janë aparatura, nuk është kam përshtypjen. Ato janë dhe politikat të ministrisë që bën studime se si tek edhe mënyra edhe
si shpërndarje në tyre në territor, me thënë drejtën nuk e se kemi një rol posaçëm si bashki. Thashe, ato nuk e se kemi një rol në mënyrë si shpërndarje dhe si ofrohet shërbimi, po ne po patjetër. Pra është më e përshtatshme lek forma. Kam përshtypjen ato studimet janë bërë, bën Ministria e Përkatëse, nuk e se kemi një rol bashkia të bëj këto studime me shpërndarje. Ne Mirë, nën kryetar, faleminderit. Besoj se kjo u sqarua. Atëherë sigurisht që nën kryetarin e kemi këtu, po dhe juve Landa në të ardhmen si një nismë mirë që sigurisht vlen që të vihet në duke, me kalimin e kohës ndoshta ju do të shikoni që tarifa mund vidhe në rritje ndoshta. Megjithatë, në kushtet që ky projekt vendimi sot, kush është dakord që të miratohet? Faleminderit, kundër, abstenim, nuk ka. Mirë, faleminderit Landa. Për miratimin e fondit të emergjencave civile për fatkesit natyrore në familjen e zonjës Dituri Saraseli, të shkaktuara nga rënja e rreshjeve të shiut për gjatë muajit fundit, Fatmir, mund vini. Nga shirat e vazhdueshëm të muajit janar, një familje në fshatin Pullumbas të njësisë administrative Lumas është dëmtuar dhe në bazë të ligjit 45/2019 për mbrojtjen civile, vendimi i Këshillit Ministrave 329 datë 16/5/2012 për kriteret dhe procedurën e dhënies së ndihmës shtetërore financiare, ne bëm si komision bëm proces verbali dhe ja nisëm Këshillit të Qarkut. Këshilli i Qarkut ka sjell vlerësimin dhe kjo zonjë është vlerësuar në shumën 538.853 lekë dhe sipas ligjit i takon 50% shumës dhe kjo merr 269.426 lekë për rekonstruksionin e shtëpisë dëmtuar. Mirë atëre, kush nga këshilltarët ka nevojë për një sqarim të teshëm ose që mund të ketë një sugjerim? Faktikisht tani këtu është ligji i shtetit që e përcakton prerat, Okej, mirë, Fatmir, faleminderit. Atëre, edhe në votim kush është dakord? Kundër, abstenim s'ka, miratohet. Projekt vendim
për një ndryshim në VKB numër 61 datë 12/12/2025 për kategorizimin e nivelit të pagave. Po, Klevi, mund vini. Shëndetje të gjithëve. Në këtë material propozohet ndryshimi i nivelit pagave për pozicionet e punonjësve të Bashkisë Kuçovë dhe njësive në varësi, si rezultat i indeksimit në masën 2.5%, bazuar në VKM numër 325 datë 31/5/2023 për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, në punësve civil dhe në punësve në disa institucionet të administratës publike, ndryshuar me VKM numër 131 datë 27/2/2026, si dhe bazuar në VKM 419 datë 26/6/2024 për miratimin e vlerave për secilin element përbërës të pagës bruto mujore të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, ndryshuar me VKM 104 datë 11/2/2026. Efektet financiare fillojnë nga 1 janari 2026. Po, Sejt. Po. E njëjta, po. Për indeksimin, po. Sepse na vjen zyrtarisht në kohë të ndryshme VKM-t edhe jemi detyruar që t'i kalojmë gjithë pozicionet që Jo, janë në VKM të ndryshme, pagojmë me VKM të ndryshme punonjësit. Jo me VKM të njëjtë. Qëse mund ta sqaroj këtë për shkak të profesionit. Po, në kryetar. Po, jam edhe jurist në profesion, ideja është që aktet në ligjore që rregullojnë pagat, në kategorinë e pagave, grupet e pagave janë të ndryshme për le themin e sistemi arsimor të ndryshëm, zjarr fikse të ndryshme, në punëse të ndryshme, pra janë në fakt edhe të gjitha këto akte në ligjore, të miratuar të ndryshuara nga qeveria janë miratuar në periudha të ndryshme, pra nuk janë miratuar në blok në një mbledhje qeverie. Prandaj edhe po shkolla ne kemi ardhur çdo muaj me fakt ka ardhur për kategori të ndryshme. Ka ardhur sepse edhe VKM-ja, pa marrë ka një diçka që vlen të thuhet është që pavarësisht se qeveria mund të ketë kaluar me vonesë, disa ka të caktuara, efekti financiar i tyre fillon prej janarit 2026. Pra ata askush nuk u mbet atë rritje. Edhe të thënë kjo tjetra që është një politikë qeveritare, që shumë e mirë që për herë të parë indeksimi pagave që është bërë në 2026. Ne në një pagamarrës shtetëror prej vitesh tashmë, edhe në paga nuk është indeksuar asnjë. Flas indeksim, rritja është ditë tjetër gjë. Indeksimi mund të bërë për për pensionet, për sektorë të tjerë, për mbështetje buxhetore të tjera, për shtetë sociale, për punonjësit e administratës, indeksimi pagave është për herë të parë që bëhet. Sigurisht që 2.5%, si mos kur në vlerë neto, është një vlerë relativisht modeste të në punësit, pa ama në vlerë makro dhe bruto për buxhetin e shtetit është një mbështetje goxha e madhe. Pra po sqaruar kjo është ideja që na vinë VKM të ndryshme në periudha të ndryshme dhe jemi të detyruar që t'i bëjmë në moment që na vinë se s'kemi si i bëjmë ndryshe. Ndonjë tjetër nga këshilltarët? Mirë, atëre. Kush është dakord që projekt vendimin ta miratojmë? Faleminderit. Kundër abstentim s'ka. Klevi, faleminderit. Mund vazhdoni. Projekt vendim, ndryshim planin buxhet. Tani Kozeta, shpejt mund na e bëni çik më të thjesht problemin. Përshëndetje gjithëve, tani përsa i përket ndryshimit të planit, ka të bëjt planit të buxhetit, ka të bëjt tek llogaria e shpenzimeve 602. Tani, neve faktikisht kemi kontratën e gazoilit, është fatura e fundit dhe ajo kontratë është ezauruar, si vjet ne do lidhim kontratë të re. Dhe fondet vjet
për lekujdimin e faturës së gazoilit kanë qenë tek llogaria 05 që ne quhemi nga të ardhurat e bashkisë. Do me thënë, shpenzimi bësh nga të ardhurat e bashkisë, lekujdohet, do me thënë. Kurse si 10 ne kemi të 01 që janë grandet e qeverisë. Dhe faktikisht drejtoria e financës në të gjitha fondet na i ka çelur tek 01. Ndërkohë që të faturë ne kemi të 05 që është nga të ardhurat dhe nuk i kemi këto fonde, nuk i disponojmë. Ne thjesht nuk kemi fonde për faturën e fundit të kontraktës. Pra ju kuptoj, kjo është anë teknike, jo se ne do të bëjmë një ndryshim në... destinacioni brenda fondeve të mia. Po, Brenda 62 shpenzime. brenda fondeve tuaja është fjala. Mirë, faleminderit. Ka ndonjëri nga këshilltarët ndonjë problem? S'kemi, atëre kush është dakord që të miratohet? Kozeta, faleminderit. Kundër abstenim, nuk ka. Mirë, faleminderit, vazhdojmë. 7. Projekt vendim, dhënie ndihme financiare. Rina. Përshëndetje të gjithëve. Kjo të ndihme financiare bëhet për familjen, kërkohet të miratohet, për familjen e të ndjerit Angel Bloku. Nga familjarët e të ndjerit në ka ardhur një kërkesë për mbështetje me ndihmë financiare, pasi ata e kanë transportuar trupin e babait të tyre nga Italia për ta varrosur këtu. Duke qenë që shpenzimet janë shumë të mëdha dhe të papërballueshme, Bashkia Kuçok ka menduar që ta ndihmoj me një ndihmë financiare 100.000 lekë. Nga ana e familjarëve janë paraqitur pranë drejtorisë financës gjitha dokumentacionet që vërtetojnë transportin. Janë dokumenta që ne i mbajmë formalisht, por që ajo është një gjë që ka ndodhur dhe ne po mundohemi t'i vijmë sadopak në ndihmë. Faleminderit. Ka ndonjë nga këshilltarët që Tani kryetar shtoi diçka? Tani nuk është ndonjë shumë që i shërben, domethënë po nga që ky është standardi që bashkia ka përdorur në rast të kërkesash, absolutisht po që të miratohet, por në raste të tilla mos pasim asnjëherë, them që mbase nuk i mjafton, po kjo është limiti më zgaboj që është miratuar gjithnjë, edhe në rast sëmundjes kur është kërkuar, por edhe në rast fatkeqësish. Po gramos, realisht ky është ai standardi më i mundshëm i yni dhe kuptohet që do t'i përmbajemi. Mirë atëre, kush është dakord që të miratohet? Faleminderit. Rina, faleminderit. Kryetar,
do kthe përgjigje dhe ta shoh apo ti bëjmë edhe pas të kthe përgjigje totalisht si ta Po, ideja është kjo, të jemi sinqert, nuk është ndjekur nga ana ime kjo procedurë, po di që bëhet fjalë për shpronësime, do të zaurora hapësira ekzistuese është e zauruar aty. Po. Edhe di që ngrihet komisioni, po di që kjo procedura të shpronësimeve janë goxha të komplikuara. Kanë filluar procedurat, po ecin, është drejtuar dhe agjësi përkatëse, po më shumë se kaq nuk e kam në info, të jemi sinqert, mos s'është ndjekur nga ana ime. Në djenin time përshikojnë të gjitha alternativat, me thënë drejtin, normalisht bashkia është e kujdesshme, qoftë pronë private, qoftë pronë edhe të shoqërive tjera, më shumë si që rasti mund të jetë rasti Alpetroli, se nuk e kam atje. Gjë e parë që verifikohet në të rast të status juridik dhe normalisht ne shkojmë alternativat që janë edhe më të thjeshta, që thuhet që nëse ne kemi prona publike në afërsitë aty, normalisht ato shikohen me prioritet, se ndoshta alternativa më e thjeshtë dhe më e mirë, po. Di që po. Tani, duke marrë shkas, do më thënë edhe nga pyetja që bëri kolegu, dhe duke mos marrë përgjigje, është pak në e dyta apo e treta herë, do më thënë e përsëritur që unë kryetar deklaroj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që në mbledhjet janë dhe drejtorat e drejtorive të bashkisë, që problemet i marrin ata dhe në fazën tjetër, në mbledhjen pasardhëse, kur ne i ringrem problemet, çka punë kanë bërë, ku është rezauruar, që edhe ne mos të sot po flasim me nën kryetarin. Këtu rast tjetër me nën kryetarin tjetër, sepse unë do të kam bërë një pyetje për koshat e qarë, do blihen, më ka thënë nën kryetari tjetër, unë nën kryetari tani s'kam çfarë them. Kjo e para, e dyta. Lidhur me ndërtimet pa leje që po prishen, është për të përgëzuar. Sinqerisht, është për të përgëzuar. Kudo që ka ndërtime pa leje, garazhe, gjëra, sepse kanë qenë objekt zvaranikësh, gjarprinjse ku ta di unë, dhe për krah tyre losin fëmijë nga 2 deri në 7 vjeç, domethënë që këta zvaranik paraqesin goxha rrezikshmëri. Por ngeli prapë rreziku aty, sepse janë prishur tela dhe gurët janë në mes sheshit dhe përsëri këta fëmijë lozin dhe larg qoftë mos rrëzohen për këto objekte, se do thonë e prishi bashkia dhe nuk e lëvizi dhe fëmijët rrëzohen. Në fakt, kur të nisin aksione të tilla, të nisin dhe të përfundojnë me një rezaurim kohë të shkurtër që dhe komuniteti apo fëmijë apo moshe tretë mos jenë pjesë e këtyre objekteve të rrëzimit apo pengimit në për këto kisha. Para se nën kryetari t'japi përgjigjen e vet, atëherë, bazuar te pika e parë, lidhur me prezencën e drejtorëve në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, sigurisht që unë tani si kryetari i Këshillit, me që është një problem i përsëritur, do të mbledh në një nga dita afërme kryesinë dhe do t'ja paraqesim këtë vërejtje me shkrim bashkisë, sepse në mbledhjen e ardhme nuk do të rrim më të pyesim çu bëmë me këtë pikë, por do të kërkojmë realisht zbatimin e saj. Po në kryetari ju mund të vazhdoni. Po sa i përket pikës së parë, është vërtet që bashkia ka parashikuar një fond 3.5 milion lekë të reja për blerjen e koshave. Normalisht është punuar gjatë këtyre ditëve për specifikacione teknike
këtyre kohë që do blihen edhe testimi i tregut. Në dijenin time janë përfunduar dhe këto ditë do hidhet procedura e prokurimit. Pra janë gjithë ato hapat, po është buxhetuar. Sigurisht ju e dini, se ka kaluar edhe në buxhet 3.5 milion lekë që bie gati shëndetësimin, gati gjysma e koshave ekzistuese që ne kemi në shërbim. Po thuaj se gjysma të këtyre. Shpresojmë që këto ditë të hidhet procedura dhe shpresojmë që procedura të ecë mirë, pra mos kemi ato vonesat, ankesat edhe gjithë atëra, dhe nëse ecë siç duhet, besoj se brenda muajit, ndoshta edhe muajin maj, ndoshta edhe fillon dorëzimi i tyre. Muaj maj në muaj qershor. Nëse procedura gjithmonë ecën siç duhet, se dihet që ata që merren janë marrë me procedurë prokurimi ndonjëherë dhe kanë ato komplikimet e veta, burokracitë e veta. Po, dhe sa i përket pjesës se po është shqetësim edhe nga ana jonë, në fakt i kemi konstatuar edhe ne që në moment që bëhet prishja e objekteve, normalisht do të bëhet edhe eliminimi tërësor i mbetjeve atyre dhe është një problem që ne konstatojmë dhe do ndërhyjmë prapë për të hequr plotësisht ato. Më bën rrezik po as për komunitetin edhe as për njerëzit që kalojnë. Po, Julieta. Do interesohem, nuk e se kam. Bet fjalë saksisht. Në pallati joj, po në qendër në po. Po. Për sa na takon edhe vetë përpiqem të interesohem atje te shoqëria ujësit ka nëzirë me thënë drejtën, po siç jeni dini edhe ju, roli i bashkisë edhe në këtë shoqëri është një rol më reduktor tani, se shumica aksionet i ka marrë edhe qeveria, që se nuk ka rëndësi kjo, më rëndësi që të ngacmojmë që ndoshta edhe i zgjidhim, japim një zgjedhje përfundimtare sa të mundemi, do të ja përcjellim dhe të qëndrojmë, të bezdisim në thonjza në kuptimin e mirë që ndoshta sa të zgjidhim këtë. Po. Rehabilitimi, nuk e rehabilitojmë siç ishte po. Si bashki do t'i ushtrojmë presion që të fundet e kanë dhe të Problemi është kjo në fakt, dhe ne kemi konstatuar edhe në takimin me ata, është që kur bënin ndërhyrje nuk kanë çfarë rehabilitimi deri diku, se okay, se në gjendjen fillestare 100% një objekt nuk mundesh pa amata sistemojnë deri diku dhe është
është problem që qëndron dhe problemi e kanë të vazhdueshëm atë problem. Po e kanë dhe detyrim. Detyrim që ta kthejnë në gjendjen e rrezikut të pashme. Po Alit. Gaj kanë pashë poshtë, po. Po, apo shkari.
Sa ka unë djeni është planifikuar ndërhyrje në ca segmente që janë segmente më të vështira ato, tip hotspot që është planifikuar, jo se është bërë, nuk është planifikuar që ashtu në ndërmarrja jonë komunale. Nuk kam informë më shumë se kur saktësisht, po di që është bërë problem dhe ka ardhur dhe kryetari për dha agjencisë tonë komunale, është shumë problem po. Po. Ndihmë ose kështu po. Po. Faleminderit. Mirë, atëre, nëse nuk ka dhe ndonjë gjë tjetër, mbledhjen